Paske mëmësia do me thënë që nga shumë e bukur, edhe pse më duke si e frikshme, po jo që nga shumë e bukur, edhe mi ka dhënë jetës edhe më shumë kuptim. Jo se nuk kishte, se nuk dua të them që u bëra nën tani edhe mori kuptim jeta ime, sepse ka, jeta ka ato fazet, jo se nuk e, por i dha më shumë ngjyra. Pa të ndikoj fakti që le themi u bëre nën për le themi mbase për të hequr dorë nga disa gjëra tek të cilat ti ishe në kulmin tënd. Në atë moment, pra ishe... Por nuk është vanë, Po, për të rikthyer absolutisht, po flasje mbase në atë moment. Isha në të kulmin tim të televizionit, por që deri marr vetëm. Ishte një shtatzënie e kërkuar, e dëshiruar? Unë në fakt e kisha marrë vendimin që ishte diçka e kërkuar, e doja. Ishte ardhur koha, e doja diçka. Dhe pse jo, të mos ndodhte? Ishte momenti duhur. Po, dhe në fakt gjithmonë ndodh që kur lakohen emra të ndryshëm që dalin nga formate televizive, gjithmonë në intervista mund të përmendet ose edhe në komente përmendet. Ty të ka shoqëruar besoj fakti që ti ke qenë pjesë e përputhen, pra në një emision për të është shumë normale, domethënë nëse ti vendos të bësh pjesë e botës së egër, e quaj mediatike. Bravo, po ashtu është. Televizioni, po dhe rrjetet sociale. Je gjithkohën në target edhe do kesh dhe nga ta njerëz që nuk të dua, nga ta njerëz që nuk të mbështesin, nga ta njerëz që të komentojnë negativisht, por unë e marr çdo gjë me sportivitet dhe prandaj kam ecur disi, nuk kam ngecur. Sepse ka dhe nga ato që ndikohen edhe pra ti ke qenë e vetëdijshme për të marrë të gjithë? Kam qenë e vetëdijshme për çdo gjë dhe biles tani habitem kurse më komentoj negativisht e ore çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Por në mes gjithë tyre dua të falenderoj dhe ata që më kanë mbështetur, sepse ata më kanë sjellë tu ku jam. Patjetër. Nëse nuk do kisha ata, do isha këtu. Kjo gjë që ti thua, atë habit, fakti që për shembull më përpara ishe më e sulmuar dhe menjëherë sapo mbase një vajzë e shohin që krijon një familje, është nën, pra është pak më e përmbledhur, le të themi, në ato normat shoqërore që ne kemi të paktën. A të bën habi kjo gjë që ndryshoj njerëzit qasin ndaj teje më njëherë? Po pra njerëzit them janë shumë të çuditshëm. Nuk them qa thonë tani, nuk ta thonë pastaj, nuk e di, nuk e kam kuptuar kur. Domethënë, thjesht në momentin që u bëra pjesë e televizionit, kuptova që njerëzit, pas kam pas të drejt vajzat e tjera që janë marrë më përpara, se kur të sulmojnë, kur të ngrejnë, kur të duan, kur të ulin, jemi në dorën atyre. E vërtet, po ka pasur ndonjë koment për shembull që ti në atë kohë ja ke kthyer, i ke kthyer komentin. E di që unë nuk kthej fare. Unë nuk i lexoj. Është mami ime që i lexon. I merr ndonjë inat. Mojta ka komentuar kështu, po mirë dhe. Ç'problem ka? Ç'problem ka? Unë nuk i lexoj fare. Unë edhe biles kur isha në përputhen, nuk e ndisha kurrë veten time. Nuk e shifja kurrë. Vërtet, vetëm përjetoj atë momentin. Thjesht, nga që unë e përjetoj këtu, kur jam, pse ta shoh përsëri, se pastaj kur e sheh fillon thua, po pse thash kështu, ta kisha thënë kështu.